Po shiko, dhe më thonë, nga përvoja ime, gjatë historiku të shkurtër të Kosovës, kjo është një përvojë e re, në të cilën nuk ka ndodhur paraprakisht, është pa precedent, për ndryshe, herave tjera kur zgjedh kryetari, ka pas mekanizma tjerë, edhe ka pas lehtësira. Këto takimet të cilat kanë qenë prej subjekteve politike, pozitare dhe opozitare, nuk kemi pas një ritëm mjaftueshme dhe nuk kanë qenë sakta. Kështu që mund të flasim nga aspekti i konspiracionit të komunikimit të tyre, por si ide e përgjithshme, unë e konsideroj se nuk janë takuar për të marrë vesh, por janë takuar për mos më marrë vesh. Do thotë nga kjo dita e sotme prodhohet një krizë e re politike? Po, dita e sotme, unë kam thënë para një muaj po më duket kështu, në momentin kur kryeministri ka trajtuar ish presidentin tashmë që aja duhet detyrimisht i bëj 30 nënshkrime, e kam konsideruar se nuk do të jetë kandidat për president. Dhe kam tanguar nga një mendim të cilën nuk është absolut dhe kam menduar se ne do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. E bie që me këtë epilog të sotëm rrugën e kemi trasuar për zgjedhje të reja? Po, vazhdimisht që një muaj ditë, jo me sot, domethënë që një muaj ditë. Me sot për arsye se sot e kemi një kandidat për cilin ka pikë pyetje nëse i ka votat në vetë. Ky kandidat është kandidat ende pa hyrë në procedura zyrtare, edhe kandidat kemi pas edhe kandidat tjerë në Facebook, kështu me radhë, po procedura zyrtare bëhet